Ish banorja e Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu ka folur për të kaluarën e saj në rubrikën Trotuar në. Ajo ka zbuluar se ka qenë e fejuar për 5 vite dhe nuk ka patur raport të mirë me vjehrën. Gjeneta shtoi se ka patur një marrëdhënie shumë të mirë me ish vjehrin, për të cilin ka shumë respekt edhe tani. Unë kam qenë e fejuar 5 vite dhe kam jetuar me të dashurin. Gjatë verës kemi jetuar bashkë me familjen e tij për shkak të punës. Unë me vjehrin kam patur gjithmonë raporte të mira. Edhe tani kur shihemi kemi kontakt jashtëzakonisht të mirë. Ndërsa me ish partnerin nuk kam, për ish vjehrin shumë respekt se realisht më ka dashur dhe më ka respektuar gjithmonë. Kurse me vjehrën kisha gjithmonë probleme. Duke qenë se ai ishte djali i vetëm në familje, ajo e kishte të vështirë që ta konceptonte dashuria ndaj gruas dhe ndaj nënës është ndryshme. U shpreh ajo në e diel, teksa është diskutuar për raportin nuse vjehër, Gjeneta ka vendosur që të tregojë një histori të saj personale.